çështjen e fillimit të menaxhimit të integruar dhe ngre supët dhe më thotë ja. Ç'a jemi duke bërë? Jo vetëm që është në kolaps kjo histori, por ne po operojmë me kaq shpejtësi për parafrimin, për të kapur ato të ashtu quajtura afate, saqë nuk pyesim fare për pasojat, për informimin dhe për koston që do ketë me ne. Po këto janë para të tjera që futen. Çdo hap që ne bëjmë në parafrimin real me BE-n, shoqërohet me kosto. Dhe këto para, nëse i vjedh, pastaj s'ke ku i gjen më. Bëhen dhe disa fish. Edhe sot nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Spari, konjunkturat janë ne dorëzuam borxhin publik me 62%. Sot borxhi publik është diku te 70% dhe nëse bashkë me detyrimet e parapambetura dhe nëse fut atë që këta kanë kërkuar, ekspozimin ndaj koncesioneve për llogaritet në bilancin në librat e shtetit, mund të shkojë edhe te 10 dhe 85 dhe 90. Nëse për llogarit pastaj dhe dëmet në arbitrazh etj që llogarisim ato shkon shumë shumë. Por kjo është tjetër histori. Se unë përgjithsisht i për hir vërtetës të dy institucionet kanë shprehur për hir, po kaq e vërtetë është që mazhoranca është absolutisht e shurdhër ndaj kësaj gjëje. Jo vetëm e shurdhër, por e shurdhër në mënyrë të pasens dhe të pakuptim, sepse ne vërtet e kundërshtuam në komisionin parlamentar, unë si nënkryetar i komisionit, por ne bëm dhe një hap tjetër. Ne erdhëm dhe prezantuam amendime për të shmangur disa nga riskjet të cilat o çonin në hapësira për pastrim parash, o çonin në hapësira për abuzime, o kishte lidhje me vendosjen e sektorëve të tjerë në mënyrë të padrejtë, e shmangja konkurenca, pra gjithçka, ato shqetësime që